Pra, kështu që nuk I dihet. Okej, Baku, në fund ndalim pak tek është zhvilluar konferenca botërore apo jo? Kongresi. Kongresi botror I gazetarëve sportiv në Marok. Ti ishe atje? Në Marok, po. Trego pak çfarë ndodhi dhe pse. Isha atje së bashku me të mrekullueshmin. Mëse kemi edhe pamjet, po mendim regjis. Ishim së bashku me të mrekullueshmin koleg Ferdinand Azizllari, që gjithë e njohin alias Oçalani. Kongresi botror, përfaqësonim Shqipërinë, u bën tema shumë interesante, thimi, për shembull u fol patëm një debat për inteligjencën artificiale në gazetarinë sportive. Patëm një debat shumë interesant për bastet ilegale, për vakumin ligjor. Patëm një debat janë këto krijuesit e përmbajtjes, si quhen, content creator. Që këto po zbejnë, për shumë po I zënë vëndin gazetarve në akreditimet e evenimentve që janë. Edhe në Shqipëri, mjafton të shohësh tribunën e medias, kjo shumë pak gazetarë. Kjo s'është normale, kjo nuk është fare normale dhe ne aty do bëjmë ç'është e mundur që të mbrojmë profesionin tonë, sepse AIPS-ja, shoqata ndërkombëtarëve e gazetarëve sportistë, është e njëjta e vetmja organizatë botrore që bota nje. Ne aty folëm për vështirësitë që kanë gazetarët femra në ushtrimin e profesionit. Ne në Shqipëri jemi më avangard, por gazetare sportive në botë kanë probleme, në Sudan, në Palestinë. Folëm për vatrat e luftës në Sudan, Palestinë, në Ukrainë. Dhe tjeti, unë kam ardhur sot me këtë t-shirt, Dakar 2026, sepse në 2026 zhvillohen lojrat olimpike rinore. Për herë të parë, Komiteti Olimpik Botror I beson një aktivitet Afrikës, Senegalit, Dakarit, që pritet të ketë një impakt shumë pozitiv në jetën sociale, në jetën humanitare, në zhvillimin ekonomik të Afrikës. Pra, është një forum çdo herë, një herë në vit, dhe aty shkëmbejmë eksperjenca, formojmë lidhjet, shkëmbejmë eksperjencat tona nacionale dhe krijojmë ura dhe lidhje të reja, sepse mos harrojmë shumë, sporti dhe gazetaria sportive bashkojnë. Ndërkohë, problemi kryesor ishte këto që të listove, çfarë zgjidhesh u dhan për këto? Dgjoj, Kongresi Botror I Gazetarëve është një organ konsultativ. Ai patjetër ne bëjmë presion të organizatat botrore, siç është FIFA, siç është UEFA, siç është Komiteti Olimpik, për të lehtësuar punën e gazetarëve kudo në botë. Okej, Baku, duhet të kthehem edhe një herë tek ndeshjet e luajtura. Se harrova të përmendja. Po? Kampionati italian. Po. Napoli Inter. Se kjo më shpëtoi. Napoli Inter. Provincia mendem çfarë më shpëton ka shpëtuar këtë shka, sepse Inter ti I thurë elozhe për atë çfarë bëri në Champions, por në Serie A? Serie A. Do jenë 90 minuta dramatike. Me më shumë përqindje Napoli thua? Po. Dgjoj. Sepse është edhe kjo formulare që nëse dalim me pikë barabartë ka një ndeshje ekstra. Po s'kan si dalim pikë barabartë. Ja, është një pikë para Napoli. Nëse Napoli humbet, Interi barazon. Po marrim gjithë skenaret e mundshëm. Po them atë, nuk po them shiu në maj, po them ti mendon që 25 maj do bie borë në Tiranë? Po nuk e dim tani çfarë. Okej. Dgjoj. Të shtunën Strasburgu u luajt java e fundit në Francë. Para fillimit të ndeshjeve. Ishte e kot, sepse një minutë, para fillimit të ndeshjeve, Strasburgu ishte europian, pretendonte për Champions League, ishte në Europa League, e sigurt. Priste Le Havre. Le Havre donte mos binte nga kategoria. Në Lameno, në Strasburg brenda, fitoi Havre 2-3, me penalti minutë 93. Pra, do jenë 90 minuta dramatike, Cagliari nuk do luaj, kështu që unë mendoj që është e hapur, e pe atë si lurën e Ramadanit me Lecën? Po. Super vel. Dhe aty Empoli luan me Veronën, qofse fiton Empoli, barazohet se ka golarazhin më të mirë. Pra është një javë do na mbajt mbërthyer para televizionit. Unë do shkoj me një televizion që ka 2-3, që ka lokal. Ndërkohë, për ta mbyllur, Shqipëria ku luan sërish në Europian? Shqipëria luan nesër. Nesër e njëjte ora 18 në Elbasan Arena, Shqipëri, Gjermani.
Dhe i kemi shanset me Gjermani, se thë Gjermania nuk ishte aq mirë. Dgjoj, mu duk Franca një nivel shumë i lartë, ndërkohë që Gjermania ndoshta që ja bën Gjermani shumë. Domethënë nuk do ta ketë lehtë Gjermania me Shqipërinë. Baku, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Me ty të uroj një ditë sa më të mbarë. Okej, dashur miq, këto ishin zhvillimet që kishim zgjedhur për sot, për lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Mos u largoni, pas pak vjen kolegu Ilir Gazaferi me zhvillimet të interesante. Bashk do shihemi sërish nesër në 11:30. Deri atëherë, kalofshi bukur. Shkarko tani aplikacionin Euronews Albania për lajme me